ish deputeti Malaj i ka thënë socialistëve mos u bëni skleverit e Edi Ramës, çohuni, ngriuni në këmbë. Shumë deputetë rebel kanë thënë Edi Ramës refuzojnë këtë që është duke ndodhur, si po na shetin e gjithëve. Grupi Elisa Spiropalit është rebeluar, grupi Erion Veliajt është rebeluar, grupe të tjera po nisin revolucionin brenda, sepse u prej koka Elisa Spiropalit, ishte trashëgimtarja e fundit e ish mjaftistëve me të cilët Edi Rama kishte bërë më parë bashkëpunime të mëdha. Me Erion Velin, me Elisa Spiropalin, me Fugën, me gjithë grupin e mjaftistëve kur rrëzuan babain, atin e tyre politik, Fatos Nano. Dhe Edi Rama ka shumë qartë që të njëjtat duar do të bëheshin gati për të vrarë babain e tyre politik tashmë Edi Ramën, dhe ai po pret koka në mënyrë që të parandalojë revolucionin brenda Partisë Socialiste. Por e ka shumë të vështirë sepse rebelimi ka nisur dhe distancimi nga ai ka nisur. Dhe sa më shumë të rritet trysnia ndërkombëtare ndaj qeverisë së Edi Ramës dhe sa më shumë të afrohet spaku në drejtim të Edi Ramës, aq më shumë do të rritet edhe paniku i tij dhe pasiguria e tij dhe do të fillojë të çorientohet me goditjet brenda partisë, por edhe me performancën e qeverisë në tërësi.